Në vitin 1967, Bilal Xhaferit i ndalohet botimi. Sikurse e ka pohuar edhe vetë, ai i shkruan letër udhëheqës, bashkë me një përmbledhje të krijimeve që i qenë kthyer nga redaksit. Hakrimi ndaj Bilal Xhaferit ishte edhe ndaj gjithë dashamirësve të tij, që mos të guxonin më të përkranin ndonjë shkrimtar tjetër të këtij soji. Kryeministri i atëhershëm, Mehmet Shehu, në një letër që i drejtonte Enver Hoxhës, i shkruante me shqetësim të madh: diskutimi i Bilal Xhaferit është gjithashtu një sulm kundër partisë. Godet rënd vijën e partisë në art e letërsi. Ky shkrimtar është biri një çami, të cilin ne e kemi pushkatuar. Mejtoj që çështjen e Bilal Xhaferit ta çojmë më gjerë në fund për të gjetur dhe shokët e tij midis lidhjes së shkrimtarëve. Pastaj ta demaskojmë si duhet, po në atë mbledhje ku ka folur dhe ta internojmë. Ishte maj i vitit 1968. Ai diskutim për të cilin shkruan Mehmet Shehu ishte goditur nga sekretari i Partisë Tiranë, Fadil Pachrami, i cili, duke i kujtuar biografinë e armikut të klasës, i tha Bilal Xhaferit se nuk pristin mësime prej tij. Arroganca ishte aq e papërmbajtshme sa e urdhëruan të dilte prej sallës. Pjesët e diskutimit të tij në lidhjen e shkrimtarëve i ndryshuan në botimin e gazetës Drita. Projektin e gatshëm të ndëshkimit, mëtej, e morën në dorë sigurimsat, të cilët në dosin e tyre kanë shkruar: ka folur në mënyrë armiqësore, hapur, përkundër vijës së partisë tonë. Pas kësaj, nuk ju ndan hap pas hapi me informacione të shkruara nga bashkëpunëtorët e tyre provokator, që hiqeshin si miqe shok, në vresht, duke punuar në lëvizjet e përditshme, në Shijak, Durrës, Kull, Hamall, në restorant, kinema, përmes përgjimeve me teknika operative në zyra, ku e thërrisnin qëllimisht, në dhomën e banimit, e tjerë. Në dosje është skica e dhomës së banimit, e vendit të krevatit, e apartamenteve fqinj nga do të vijej aparati i regjistrimit dhe pika prej nga do të përgjohej. Tu jemi kur u internua pra, tu ndonjë neve na pru në 68-ën, edhe Bilani pak a shumë, 1968-ën, neve na shonë në Rushkull, Bilani në pru në këtu punoj në bujqësi, dhe pastaj iku. Në kohën që ka ardhur, bërë edhe i qik buje, jo, është një shkrimtar. Fillimisht ka jetu në pallat, Bilani ka ardhur nga Tirana, dhe fillimisht sollën diku këtu. Më vonë i sajuan një dhomë teke në një vend që s'ishte për të jetuar. Ishin disa magazina që u adaptuan për të fletë, që mendoj mbi 1 metër ka qenë ajo egrasia e tullat e prishura, llaçi nuk ekzistonte, se i kishte pleu kimik që të mbahesh ke magazinat. Nga aty ka hik, me fjalë. Aty ka banuar. E më që vinte i lodhur nga puna, punonte në vresht, punë të rënda, punë të vështira bënte, i lodhur, i raskapitur, vinte. Punonte këtu, ishte vreshti, edhe punonte prashitjen ardhi, në të punën që kishte këtu. Edhe një ditë vjen mes ditë, diku kone vapës, vjen ke neve. Të dëmë qepës që këtë, i tha, se kam prerë pantallonën. Shke prerë pantallonën, i tha. Ja, i tha dhe në tori këmën kështu. Raftë pika më ç'ke bërë, i tha, si më thuar që më qepë pantallonën. Po këmën, i tha. Po, i tha, këmën e preva, i tha, po s'ka gjithë se më duhet pantallona, i tha. I kësherën, se s'dinte të punonte në bujqësi, i kësherën me shat, i kësherën në vend të bindet tokës, i kësherën jurit të sipër. Dhimbja është ndjenjë përhershme të poetët, por ati i përftohej prej përjashtimit politik. I ndar prej të afërmeve dhe miqve që nuk ishte mundësi të gëzonte dashurinë e tyre dhe as ata dashurinë e tij. Në stacionin e largët në fush, klithi sirena e trenit të fundit, mbi çatin time si jehon u përgjigj Kukuvaika. Asnjëri s'do shkun të pi kashiu në pragun e derësime këtë natë. Rrugën e ka mbuluar balta dhe nata. Ja kështu
do më rrjedh tër jeta larg atyre që më deshën, larg atyre që i desha. I marrin fshehurazi çantën e dorëshkrimeve, të cilat, pasi i lexojnë dhe i fotografojnë për të njëjtësuar edhe shkrimin e tij, i ja kthejnë përsëri pa u kuptuar. Punëtori operativ ka shënuar. Nga studimi i bam të gjithë këtyne shkrimeve rezulton se në asnjërin prej këtyne shkrimeve nuk gjetëm fjalën parti. Në rrethin e mbyllur të mbikëqyrjes dhe të provokimeve të llojeve të ndryshme, që nga udhëheqja më e lartë dhe deri te bashkëpunëtorët e sigurimit, gjendja psikologjike e tij ishte rënduar. E dinte që e përndishtin, ndjente kurthet që i ngrinin, priste edhe më keq. Unë do të apsoj shumë keq, do të persekutohem. Unë kur s'kam qenë i aftë për të orientuar kështu. Jam i drejtë, jam i pastër në shpirt, si kristali. Jam kreti vetëm. Është e rëndë, më krijojnë gjithfarë situatash, krijojnë gjëra të paqëna, vi njerëz të më persekutojnë, të tëra këto kot së koti. Frymëzimi zbehet, krijimtaria fillon t'i paksohet. Në mbrëmje, kthehet i drobitur nga puna e kraut, vi i lodhur nga puna, thot në një bisedë. Punoj 10 ore, ku kam kohë të shkruaj dhe as që më vijnë mendime. Për të pasur një farë kohë të lirë, merr ditë pushimet vjetore. Të shkruarit nuk i ecën. Idet, mendimet nuk zhvillohen në letërsi. Përse të shkruante, kur i kishin hequr të drejtën e botimit? Më tepër, e qaftësonte rëndesa psikologjike e kontrolleve të vazhdueshme. E nuk më kanë lënë rehat, sepse gati çdo natë më vijnë për kontroll, sidomos kryetari i Këshillit. Sado që ishte fort i përmbajtur, në mërzitje të madhe dhe i trishtuar, her pas here i shpërthente revolta e mbledhur me vite. Nuk mundem. Këto janë kushte asgjësimi. Në poezi shprente këtë trishtim të vazhdueshëm, të kthyer në bar qetësues, prerë i ëmbël, gji shprese. Eja trishtim, eja. Oh, prerje ëmbël, që nuk më braktise kur. O stre e qetësisë sime, o ëndërrime të mia, o gji shpresës sime, eja trishtim, trishtim, eja. Pavarësisht situatave të vështira që e shpinin deri në dëshpërim, besimin të vetja dhe drejta e vet nuk e humbi asnjëherë. Lufta nuk ka marrë fund. Unë do të vazhdoj me të gjitha mjetet, me të gjitha mënyrat dhe do të fitoj. Në balt nuk bie. E drejta është me mua. Nuk pati dyshim në vlerën e shkrimtarisë së vet. Unë nuk shkruaj tani që shkrimet e mia t'i pëlqejnë në një grup i zyrtarësh. Dhe as nuk dua që shkrimet e mia t'i shërbejnë klasës të fuqi, por shkrimet e mia i pëlqen shoqëria dhe do të vi koha që këto shkrime të kenë vleftën e vet. Të mbushur me urrëtie për biografinë dhe mendimet e tij, sigurimsat mezi e pristin në rastin për të arrestuar. Duke i ndjer hapat e tyre, që po i afroheshin shumë, për të shpëtuar nga kthetrat e zgjatura drejt tij, i mbetej vetëm një rrugdalje, Aratisja. Unë tha, do vetëm markatës festa e Burgasit dhe atje do arratisen në Greqi. Takuam e mërkura në darkë, dhe një tek neve, e ëntja. Tani i thashu, si ke kaluar, i thashu, më thotë që unë do largohem, do ikim, tha mua. Tani do visha dhe ti, tha mua. Do të marru edhe me 4 vajzën, tha mua. I thashu, nuk e marrë do të përsi për këtej. Burrim nuk ikën, i thashu. As qënë e fshatit i vësht jetë, gjithë rretit, ai nuk ikën, i thashu. Dhe nuk e përse ti thuash kur, i thashu, këtë fjalë. E po mirë, më tha mua, kur të bëhe mu gati, më tha mua, do vim prap, do bisetojmë, tha. Tani, të nesëm na iku me burrin e motrës.
Në mëngjes, që iku në orën 9, ka ika shtëpia ime. Edhe shkoj një letër. E letra u gjendë në kufi, ajo letër. Komitetit Qendror të PPSH-s Tiranë. Ju më dëbuat. Jam vënë në gjendjen e një njeriu që i mbetet vetëm një gjë, të hidhet në rrotat e trenit. Dhe tani, duke luftuar me jetën dhe me vdekjen, po provoj të ekzistoj akoma i gjallë dhe të arratisem. Gjë që më duket një lloj sikur të hidhem në rrotat e trenit. Nuk jam i implikuar në asnjë çështje politike, me asnjë lloj fuqie të huaj, me asnjë lloj organizate, me asnjë lloj personi. Unë jam një njeri që kam dhënë prova se e dua këtë vend, e dua këtë popull, dhe u përpoqja diçka të bëj në jetë, duke u përpjekur në fushën letrare, në kushtet më të vështira. Ju më privuat plotësisht, më mohuat, më zhdukët për së gjalli si letrar. Si të qoftë, përsëri, unë do të mbetem ai që isha. Një njeri që e do deri në fund popullin dhe adheun e vet. Bilal Xhaferi, 30 gusht 1969. Të nesrimen, vjen Gazi Degës, mori motrën time, atëre morën vesh dhe ne që ai kish kaluar. U thoshja tani, o Zoti i Madh, do ta vrasin në kufi, edhe po ta kishin gjetur, ata do ta hanin të gjallë, nuk do ta arrin ta piqnin. Aq shumë, nuk e di pse u bë gjithë ajo e madhe për atë njeri. As u folëm, as u takuam, hiç kur. Jo telefon, jo letër, hiç gjë. Ne nuk e dinim se ku qe. Shënimi i fundit në dosjen e sigurimit në AD është ky. Më datën 31/8/1969, objekti i përpunimit, Bilal Xhaferi, u aratis për në Greqi. Ashtu të lash, i shtrenjt i vend, dhe rrugën mora për këtej. Ku vallë, më çon kjo rrugë e largët, ku vallë, sërish tek ti do kthej. Në Shtetet e Bashkuara, në vendin e lirisë, pavarësisht të vështirësive të mërgimit dhe pengesave tepër të mëdha nga rjeti i sigurimit, vazhdoi të pasuronte veprën letrare, të botonte dhe të kryente ato misione shoqërore që nuk mundej në AD. Sapo mbriti, ju përkushtua veprimtarisë botuese dhe shoqërore. Fillimisht punoi në gazetën Dielli në Boston. Aty nisi dhe botimet letrare, kryesisht poezi. Po nga Bostoni, më 1971 dërgohen për botim në shtëpinë botuese Rilindja në Prishtinë romanin e mbetur dorëshkrim Raberati, Krasta Kraus, duke dashur të bëjë lidhje letrare me pjesën tjetër të Shqipërisë, mbetur jashtë shtetit tam. Ishte iniciatori dhe ndërthemeluesit kryesor të shoqërisë Lidhja Çame. Më 1974 në Chicago krijoi, drejtoi dhe botoi saqë gjallë revistën politike letrare shoqërore Krau i Shqiponjës. Titulli Krau i Shqiponjës ishte simboli i çamërisë, që nënkuptonte edhe kraun tjetër të Shqiponjës, Kosovën. Ballina e saj përshkrohej nga teli me gjemba. Dhe një vargor prangash, simbole të vetëmbylljes nga bota dhe të adheut të kthyer në burg. Ai hodhi dritë mbi çamërinë, mbi kulturën, folklorin e çamërisë dhe vetë me shkrimet e tija u kthye në këngëtarin e dhimbjes çame. Mund të përmend Lamtomir Çamëri si një nga krijimet më të arrira të Bilalit, tek e cila gjen tragjedin, gjen harresën, por gjen dhe shpresën për çamërinë. Bilali ishte shumë i vëmendshëm për çështjen kombëtare në tërësi. Unë mund të përmend këtu një shkrim të Bilal Xhaferit në vitin 1981, kohë kur po ndodhte kasapana e Miloševićit në Kosovë, ku Bilali shpreh qëndrimin e tij kritik ndaj shtetit shqiptar për vonesën kriminale, siç e quan Bilali,
për të reaguar ndaj kësaj kasapane, ndërkohë që gjithë bota kishte reaguar për atë që po ndodhte në Kosovë. And for an end to the police violence and terror exerted against the Albanian population in Kosovo. Në poezi, tregime dhe romane, të shkruara në mërgim, u shpërfaqe një tematikë e re. Ishte se ndërtimi atij perceptimi dhe qëndrimi kundër komunist, disident, ndaj realitetit shqiptar, të cilin nuk mund ta shprehte publikisht në atë. Me publicistikën e vetë dhe revistën, ndërgjesoi sa mundi mërgjimtarët për realitetin në Shqipërinë e diktaturës. Sot, populli shqiptar ka akoma të pazgjidhur problemi numër 1. Problemin e lirisë së njerëzit, lirisë së individit, lirisë për të folur dhe për të dëgjuar, lirisë për të shkruar, lirisë për të udhëtuar, lirisë për të marrë frymë i lirë në vendin e tij. Kjo histori filloi me vrasje, me persekutime, me terror të pashembullt. Kjo histori filloi me mashtrim dhe me uri. Fotomontazhi Fantazmat u afrohen vareve, në të cilin është Enver Hoxha, Mehmet Shehu, Ramiz Alia, në varet e ishantarëve të Komitetit Qendror, ka këtë koment: ndërsa ata vën lule mbi vare, ajri i Tiranës dridhet akoma nga bataret e pushkatimeve në fillim të këtij viti, të kryera me urdhër të tyre, kundër i shokëve të tyre, dhe buza e varit edhe një hap akoma. Për ta shpërbër aureolën e udhëhesit të lavdishëm, sikurse e kishte ndërtuar propaganda, bëmat psikopolitike të Enver Hoxhës janë vulgarizuar skajshmërisht. Ky shkërdhat plak, që mësoi zanatin e shkërdhatës qysh në të ri dhe ju bë kodosh partisë dhe klikës së tij për një kohë të gjatë, i është mbledhur litari. I kanë rënë dhëmbët edhe mballët dhe ka mbetur i vetmuar, i lidhur te huri kodoshlëqeve të turpshme. Sigurimi kishte për detyrë ta ndalte zërin e tij edhe në SBA-n e largët. Sapo mbriti në Shtetet e Bashkuara, nisën të vinin në Tiranë informacionet e para për bëmat e tij. Qysh në fillim i ka hyrë punës për një organizim dhe gjallërim të Vatrës dhe në disa artikuj në dielli i bën thirrje brezit të ri të emigracionit shqiptar në SBA që të grumbullohet rreth Vatrës. Pas 4 vitesh, vijnë të dhëna të tjera edhe më shqetësuese. Me iniciativën e tij dhe një grupi çamësh, Bilal Xhaferi ka krijuar organizatën reaksionare Lidhja Çame dhe revistën e saj Krahu i Shqiponjës, në faqet e së cilës shkruan kundër udhëheqjes dhe rendit ton politik. Sigurimi edhe në SBA, me masa agjenturore operative konkrete, vë në lëvizje rjetin e tij të bashkëpunëtorëve, me pseudonimet 500, Korabi, Universitari, Griba, Muratori, Thesproti, Bilbili, Plumbi, Lundra, 6856, 6854, 6460, për t'i ndërprerë veprimtarinë i ngren pengesa e kurthe. Mbjellin përçarje me santarëve të lidhjes Çame. Shpifin me letra anonime, e shpërndajnë trakte demaskuese. Ja çfarë shkruar në një informacion që ka ardhur nga New Yorku. Sekret, Tiranë, më 9/10/1985. Burimi 6460. I ka thënë se ka marrë të gjitha masat për të sabotuar zgjedhjen e Bilal Xhaferit si editor i diellit në kuvendin e ardhshëm të Vatrës. Ai kishte biseduar dhe me 6594 dhe ky i fundit i kishte thënë se nuk do të lejonte në asnjë mënyrë që të zgjidhej Bilal Xhaferi. Në planet e sigurimit të shtetit parashikoheshin edhe kërcënimet ndaj familjarëve në Shqipëri, që të detyroheshin të shkruani letra për të tërhequr nga veprimtaria, ndryshe do të kishin pasoja. Meqense ishte mjaft i rrezikshëm, sidomos në radhët e mërgjimtarëve të Chicagos, më 10/10/1981 në Tiranë ishte vendosur që të merrej përsëri në përpunim aktiv 2A në një mbikëqyrje
intensive të vazhdueshme. Bilal Xhaferi, me jetën dhe bëmat e tij, me qëndrimet e tij, ka hyrë gjithashtu në atë që mund të quhet histori e personaliteteve shqiptare që i qëndruan dhe ju kundërvuan diktaturës, ju kundërvuan me mençuri, ju kundërvuan me forcë mendimi, me epërsi talenti, të cilën e përballuan atë, përballuan përndjekjet e egra sipas dokumenteve të vetë dosjes së sigurimit, përndjekjeve të vazhdueshme kudo dhe hap pas hapi, na dhe në Shqipëri dhe deri në Shtetet e Bashkuara. Përndjekja e sigurimit ndaj tij nuk ka qenë vetëm me regjistrim bëmash e pengesash. Dikush e ndëshkonte her pas here për ta zhdukur atë bashkë me veprën. Më 1978, në errësirë sulmojnë 3 veta të panjohur. E plagosin në kokë, në fytyrë, me prerje thike në brinj. Më 1981, digjet, apo i djegin redaksinë e revistës Krahu i Shqiponjës me gjithë krijimet e shumta të tij dhe materialet që pati mbledhur në vite. Kohëve më të fundit, miqve u kishte pohuar disa herë se kishte frikë mos e vrisnin. Po kush? I mbilodhur dhe i dëshpëruar nga vështirësimi i veprimtarisë së tij kundër sistemit të stalinist në Shqipëri, papritur, më 14 tetor 1986, Bilal Xhaferi vdes. Jo se nuk ka vdekje, të tërë kanë vdekje, të tërë një ditë do vdesin. Sa duke ngrënë, sa duke fjetur, nuk ka njeri në mënyra të ndryshme, ashtu. Po që të ketë vdekur vetë Bilal Xhaferi, ja, nuk ka mosi. Po si shpaguar do një këtej nga sigurimi i shtetit. Ja me bindur, në 2008, vajta unë në Amerikë për të parë motrën. Burri motrës ishte në azile, në të kohë, Selfa Hoxha. Hajde këtu të vlajnë, tha mua, e takova, e nuk u gre do të në këmë, edhe më tha mua, sa mirë ke bërë, më tha mua që ka ardhur. Kam një gjë për të thënë, më tha mua, e kam pengë në zëmër, nuk ja kam thënë njeriut, nuk dua t'ja thom hiç njeriut, po si të sollit i Zoti që të ta thepë, tha mua, e mos se do vdese s'dua ta marr pas, më tha mua. Më ka ardhur një shok, më tha mua, para 2 muajve, më tha mua, ta 3 muaj, më tha mua. Dhe më tha që Bilal Xhaferi e ka helmuar një kushiri im i largët. Këto fjalë këto mu janë të Selfa Hoxhës, nuk janë mia. Më tha dhe një burr një ditë mori $3.000 i këtej të vim, tha mua, ta helmon Bilal Xhaferi, tha. Ta dish, më tha mua, ta japu me film, tha. Më 6 maj 1995, qeveria shqiptare solli në dhe eshtrat e Bilal Xhaferit. Me këtë rast, në Tiranë, bën nderime shkrimtar, qeveritar, deputet, miq, të afërm dhe dashamirës nga Shqipëria e Kosova. Për jetën dhe veprën e tij u mbajt një sesion shkencor. Nderime u bën edhe në Sarandë, ku vendosën eshtrat e tij. Presidenti i Republikës së Shqipërisë e dekoroi me medaljen Martir i Demokracisë. Bashkia e Sarandës i dha bibliotekës së qytetit emrin Bilal Xhaferi. Zoti Uran Butka, përfaqësuesi i Parlamentit, kryetari i Komisionit të Figurave të Martirizuara e ka fjalën. Jemi mbledhur këtu në Sarandë nga të gjitha anët e Shqipërisë për të nderuar figurën e ndritur të Bilal Xhaferit dhe për të varrosur eshtrat e tij në tokën mande. Nderimin e thellë dhe vlerësimin e madh për poetin
e tregimtarin e shquar, për romancierën dhe publicistin e njohur, për disidentin që u kundërvut diktaturës komuniste me veprën e tij, me jetën e tij, edhe me vdekjen e tij. Ku vallë, më çon kjo rrugë e largët, e para mjegu rreshtatorit, por si që fini të mbuloj. Sa shpejt nga sytat dhe më humbe, sa shpejt errësira të glabëroj. Ashtu të lash i shtrenjt i vend, dhe rrugën mora për këtej. Ku vallë, më çon kjo rrugë e largët, ku vallë, sërish tek ti do kthej.